Në Durrës është finalizuar operacioni policor Cleaning 3, duke çuar në pranga 12 persona, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim. Në qendër të këtij rrjeti, sipas policisë, qëndron 30 vjeçari FA, i dyshuar si organizator. Krahas akuzës për drogë, ai përballet edhe me një sër veprash të tjera penale, nga kontrabandat e fshehja të ardhurave, moslëshimi i kuponit tatimor dhe mbajtja pa leje municioneve. Personat e tjerë të arrestuar janë të moshave 19 deri në 58 vjeç dhe 2 prej tyre akuzohen po ashtu për mbajtje të armëve të ftohta. Gjatë operacionit u sekuestruan 180 doza kokain, 620 doza kanabis, 2 peshore elektronike, 16 celular, 3 thika, 1 përforcues grushti dhe fishek luftarak. Sipas policisë, grupi shpërndante drogë kryesisht pranë gjimnazeve të Durrësit, një praktik që është vënë në qendër të hetimeve që nga fazat e operacioneve Cleaning 1 dhe Cleaning 2. Operacioni aktual vjen pas një hetimi të thelluar që ka zbuluar një zinxhir shpërndarësish dhe furnizuesish, duke dokumentuar ligjërisht rolet dhe mënyrën e funksionimit të rrjetit. Urdhër arrestet janë lëshuar nga gjykata e shkallës së parë në Durrës, ndërsa materialet hetimore tashmë i kanë kaluar prokurorisë për procedime të mëtejshme. Policia njofton se operacionet në këtë linjë do të vijojnë me fokus të posaçëm zonat pranë institucioneve arsimore, ku shpërndarja e drogës konsiderohet një rrezik i shtuar për të miturit.